Edhe një pyetje të fundit, profesor Frashëri. Andi e cilësoi si betejë retorike që nuk do të shkojë thellë. Generali e quajti një wake-up call për që Europa ta marrë seriozisht sigurinë dhe mbrojtjen. Ju shihni mundësi që këto të jenë vetëm episode që do të harrohen dhe mesazhet shkojnë dhe vinë dhe NATO-ja do mbetet ajo që është? Unë shoh që do më shkon për te kësaj, do më që shkon për te retorikës, shkon dhe për te presionit. Do më normal që është një pjesë është retorike, normal që ka presione, edhe presionin do më rezultat që do më morë kjo dhe ajo le themi angazhim që buxhetet e mbrojtjes të shteteve anëtare të NATO-s të rritën deri në 5% deri në 2035-ën. Por që, le themi, ky sens që NATO nuk është më aq relevante sa ka qenë më parë, apo që domosdoshme sa ka qenë më parë, ka përshtypjen që ajo do mbesi. Edhe kryesisht si pasojë vetë zhvillimeve të brendshme në Amerikë, që pastaj do përkthehen edhe në zhvillimin në vendet anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian kryesisht. Domethënë, në Amerikë është, unë thashë më herët që pjesa e magës, nuk e sheh NATO-n si një domosdoshmëri. Do më shem më tepër se një gjë që është trashëguar edhe ata thjesht do duhen që të merren me atë, por që nuk është e rëndësisë parë. Nëse ata fitojnë prapë zgjedhjet e ardhshme, do më ky trend do përpërcohet më tepër. Në vendet e Bashkimit Evropian pastaj edhe një pjesë e vendeve kryesore kanë zgjedhje, si në Gjermani, po kështu në Francë, ku prapë nëse fitojnë forcat e djathta aty, ata do ta vënë në pikpyetje dhe më të relevancën e NATO-s. Pra, unë shikoj këtë çështjen e kohezionit të NATO-s, unë shikoj me shqetësim, sepse është një gjë që s'do të marr si e mirëqen që nuk do ndryshoj. Dhe shikoj që do jetë një sfidë që edhe vetë aty le themi vetë NATO ose më saktë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rutte, nëse shikon ai mundohet me gjithë mënyra që të tregojë që është relevante dhe është le themi si pikë referencë. E mëruesi përbashkët për të gjithë interesat e vendeve anëtare. Profesor Frashëri, shumë mirë njohës që ishit në studio. Faleminderit. Ju falenderoj.